Nata e së hënës ka qenë një natë e përgjakshme për Iranin. Raportohet se të paktën 17 persona u vranë në sulmet ajrore të kryera nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara. Viktimat më të rënda ishin në 2 ndërtesa apartamentesh në Gale Shmir, në rajonin qendror dhe lindor të Teheranit, ku u vranë 13 persona. Guvernatori lokal tha se po kryen kërkime në paranoja për të gjetur ndonjë të mbijetuar ose për të gjetur trupa të viktimave të tjera, raporton agjencia e lajmeve Fars. Një sulm ndaj zonave të banimit në Teheranin lindor la 4 të vdekur dhe 7 të plagosur, theksojnë mediat iraniane, duke shtuar se bastisjet shkatruan plotësisht 3 shtëpi dhe dëmtuan rreth 50 ndërtesa. Impiantet e energjisë në Universitetin Sharif në verilindjen e Kryeqytetit u goditën gjithashtu, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë në zonë. Një xhami universitar u dëmtua. Nuk ka pasur një numër zyrtar të vdekjeve në Iran që nga fillimi i luftës pas javësh të tëra. Teherani ka raportuar 1230 persona të vrarë në bastisje, ndërsa organizata jo qeveritare Meselin Sheba, e quajtur Hana, e cila kundërshton regjimin iranian, foli për një total për më shumë se 3400 vdekjesh, përfshi 1500 civil. Nga ana e tij, Komanda Qendrore Ushtarake e Iranit ka palëmëruar se akmarrja kundër kundërshtarëve të saj do të jetë shumë më shkatruese nëse ata godasin objektiva civile. Nëse sulmet kundër objektivave civile përsëriten, fazat e ardhshme të operacioneve tona ofensive dhe akmarrëse do të janë shumë më shkatruese se të parapra gjithësisht, tha një zëdhënës i selisë qendrore të Iranit. Sa kaq bëhet e ditur se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kanë hartuar një listë gjithëpërfshirëse të objektivave strategjik të cilat do të goditen në Iran nëse Republika Islamike nuk i përmbahet ultimatumit të afërt të presidentit shërbaz Donald Trump. Dy burime kanë konfirmuar për Jerusalem Post, duke thënë se marrëveshja për listën e objektivave vjen pas një sër diskutimesh intensive të nivelit të lartë që synojnë sinkronizimin e përgjigjeve amerikane dhe izraelite. Përveç listës finale të objektivave, është përfunduar dhe koordinimi operacional midis ushtarëve amerikanë dhe Izraelit.